Mesazhi kryesor është që fëmijët duhet merren më shumë me art, duhet angazhohen më shumë, pavarësisht se qendra kulturore e bën këtë gjë, por aktrimi në një farë mënyre është, le të themi, jo i dorës së parë. Kjo shfaqje, e cila titullohet Sonte nuk jam vetëm, ka në qendër një vajzë të vogël e cila është në një qendër fëmije, në një shtëpi fëmije dhe është vetëm. Dy shokët e saj kanë mbërësuar një ditë më përpara dhe atë natë ka ditëlindje. Pikërisht këtu nis edhe sensibilizimi edhe mesazhet e bukura që jepen për familjet e ditëve të sotme dhe për familjen shëndetshme që duhet të kemi në ditët e sotme. Kjo shfaqje nuk është vetëm një shfaqje kulturore, artistike, por është një shfaqje me një ndërmarrje sociale shumë të veçantë. Fondet të cilat janë mbledhur në ambientet e shkollës, në shkollës nga prindërit dhe nga nxënësit, nga qeveria e nxënësve, do të shkojnë për fëmijët talasemik. Kjo ishte një ide që erdhi nga lektore Alma Dema dhe kjo nismë është shumë e bukur se përveç argëtimit të fëmijëve është dhe një humanizëm. Është një humanizëm që të bën një kontribut për fëmijët talasemik.